një arsye pse nuk dalë më në skenë, keni thënë nuk konkuroj me një vajzë që del me mbathje. E bikini, kaq asë që me bikini. Qa vlerë ka? A më thuajt. Ta bëj ty si pyetje. Si do ta konsideroje veten? Konkurencë është ajo? Është e drejtë? Unë nuk të vendos do të ty në një skenë me një vajzë, zjetë këtë një aparencë të saktuar, se nuk dua të... I largohen këtyre gjëra, në qoftë se e kam thënë... As një konkurim. Në qoftë se e kam thënë, dëgjoj Gjergjin, edhe po t'jem i ftuar në një shfaqje, dihet që një pjesë që ka ardhur nga një, si thuash, nga një deficiencë e madhe, domethënë, sidomos për punën e seksit, sepse seksi ka qenë gjithmonë mentalitet, si thua, tabu në Shqipëri, për ta folur, për ta dhënë mësime në përklasa, nuk është bërë në një. Prandaj të pyeta për titullin. Dhe gjithnjë ky problem, domethënë, është në momentin që ti nxjerr një femër të bukur, femra e bukur është e bukur, ç'ti thuash? Nuk ka nevojë. Ai që është e bukur, nuk ka nevojë, domethënë që ta vosh në konkurim me dikë. Ka zë apo s'ka zë është gjë tjetër. Vlerën ta jep ajo çfarë ty të ka falur natyra. Nëse ti hyr për një skenë dhe pretendon se je këngëtar apo muzikante. Po nëse nuk di, dhe ti e bërë këngëtare në një studio, tash mua më vjen turp, domethënë me veten që të tavo vetëm para spesh me ta. Unë kam si ofendim për veten time. Ajo mund të jetë shumë e mirë, s'ka rëndësi fare, nuk duhet ta paraqgjikoj. Mund ta ketë edhe atë backgroundin e saj apo intelektin e saj mund ta ketë në rregull. Mund të jetë vajzë shumë e mirë. Nuk e paraqgjikoj për gjëra të tjera. Po për atë që përfaqëson aty, nuk duhet. Në atë moment ti nuk zgjedh. Nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë, sepse ti je shmang, domethënë, nga vëmendja artistikisht dhe e kalon gjë tjetër. Dhe dihet se si perceptohet mentaliteti fillestar, ku arti nuk duhet seksualizuar. Ku ka fasadën për diçka, duhet ta përdorësh. Unë tash nuk jam as bashkulli i bukur si jam. Nuk i fuz veten këto gjëra, domethënë nuk futem për të bërë, si thua, sfilat. Jam për gjëra të tjera, domethënë, për çfarë më ka dhënë Zoti, okay. Qoftë se ja ka dhënë Zoti atë duhet i bukuri, çfarëdo çka ka, shkoj ke konkurset që duhen, po jo aty.